zëri Kujtim Ftolla, mune pra Kuvend të Republikës së Kosovës, kryeministrin Kurti e ka quajtur tradhtar. Është e para. E dyta, gjuhë të tillë ka përdorur edhe nën kryetari tjetër, kryetari i PS, pra zotri Muhaxhiri, e plot figura të tjera të cilat pra kanë pas si epitet. Po dua ta them që ajo çfarë thot zotria Bizliku në kuptimin e ajvanatit dhe shprehjet të cilat mund të tingëllojnë si linçime, fymi apo çfarë do qoftë, janë përdorur edhe nga lidhja pra demokratike e Kosovës, dhe mendoj që legitimitetin për mos takim në kuptimin e një lloj diskursi linçues, cilën ai po mundohet që ta shpjegoj për mos pjesëmarrjen e tij në takimin me Kurtin. Mendoj se nuk qëndron, sepse unë po e them, ne jemi subjekte politike, mund të takohemi, mund të bashkëpunojmë dhe mund të mos mirëmi vetë fare ndoshta. Mirë po, mendoj që mund të takohemi në minimum. Pra keni pritur që të takoheni edhe t'u a thot Abdigjiku gjitha këto, po t'u a thot në takim. Mirë po nuk qëndroj. Mos takimin po e cilësoni fyrje ju. Mos pjesëmarrjen në takim, po e shuaj. Unë mos takimin në takim, mos pjesëmarrjen në takimin e thirrur nga kryeministri Kurti, pra kryetari i subjektit politik më të madh në vend, ku e fton subjektin e tretë për të bashkëbiseduar, siç e tha dhe kryetari i Kuvendit zotri Konjuca, pra nuk e ka thirr as Partinë Demokratike, nuk e ka thirr as Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e ka thirr Lidhjen Demokratike të Kosovës për të bashkëbiseduar, dhe mendoj që megjithatë kjo është një lloj respekti që ka tregu për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Mirë po thirrja, mirë po thirrja e Bizlikut në gjuhë linçuese nuk mund të merret, ta themi, përballë, sepse të tillë gjuhë linçuese në Kuvend të Kosovës dhe jashtë saj ka pas, mendoj, në formë të barabartë së bashku me Partinë Demokratike, bile pak ma shumë dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Rexha, patët me hile pse ju drejtuat LDK-s, pse nuk ju drejtuat PDK-s, apo PDK-s do t'i drejtoheni në të ardhmen? Mendoj që është çështje e kryeministrit, se a do të drejtohet Partisë Demokratike të Kosovës apo jo. Sipas mendimit tim, sepse unë kam mendim time, nuk pajtohem pra me parafolsin aty që tha me Matosha. Se me deputetët e vetëvendosjes, pra, siç e thot për që jemi robot, e dinaj që unë nuk jam robot. Mendoj që nuk do të aftoj në takim Partinë Demokratike për të bashkëbiseduar në kuptimin e një lloj koalicioni me ta. Dhe jo rastisht e ka ftuar Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë thash në minimum Lidhja Demokratike e Kosovës, sigurisht ato i kanë edhe vendimet e veta. Mirë po unë mendoj që është tash me mos pjesëmarrje, sepse ne jemi takuar edhe me Partinë Demokratike të Kosovës, nëse kujtohet në një rast, kur kemi qenë në legislaturën e kaluar, kemi ftuar edhe atëherë Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës të cilësuar si gabim, pjesëmarrja e Partisë Demokratike gjashtë rezultoi me sukses, sepse kaluan disa ligje të cilat pra kërkonin shumicë të dyfishtë dhe të cilat ishin për të mirë qytetarëve. Arbër, se kam shumë komente këtu nga studio, po ti po i vendos, do të thotë po e heq nga tavolina PDK-n